Selam aleikum, thot, kur janë nisim me therë kurban Bajram, a duhet mos më ndalë deri në 3 kurbana? Unë po e kuptoj këtë pyetjen tonë kështu. E para, kuptimi i parë dhe kuptimi i dytë. Kuptimi i parë, e ke therë një kurban, mrena që asaj dite duhet 3 mi therë. Kjo nuk besoj që e ke për qëllim, sepse kjo normal nuk është e saktë. Ti e therë një kurban, për një Bajram e therë një kurban. So është pa tjetër, ja 3 heq. Këta kuptove. E dyta, mos më nalë deri në 3 kurbana, është për qëllim që këta kam dëgjua dhe ma herët prej njerëzve, edhe kur kam qenë si fëmije përmendnin të vjetrit, dhe më thonë që ti e ke si vjetë pjanisme prej kurban, ta shti zbanë më nalë bileja 3 vjetë. Si vjetë, vitin tjetër edhe në vitin mas ati. Pra, në këtë formë, kanë mendu disa njerëz se zban më nalë. Prandaj matë e vetën, a ki në matë me ble, ajo, se zban mos me ble në matë. Zban të kabuta as kuj i këti viti. Themi, a e sakt, kjo nuk është e sakt. Ki mundësi si vjetë me therë kurban, therë. Në matë s'ki mundësi, po isha Allah Zotit ty dhe neve në jebë mundësijat, therë. Nëse s'ki mundësi, s'therë, po du më thonë. Pra, nuk ka lidhje 3 kurban aran, si pas mundësive. Po isha Allah ta mundëson pa nalë. Sa t'je gjallë me dhanë me prej kurban. Pra kjo nuk është e vërtet.